Mirë, fillojmë gjerësisht, do të shkojmë tani në lidhje të drejt për drejt me kolegun Sokol Dema, pasi Report Televizion ka rritur të siguroj detajet të reja për sa i përket ish efektivit antiterrorit Igli Haxhia, i cili me urdhër të SPAK është arrestuar. Por çfarë ka zbuluar kolegu Sokol Dema nga informacionet e fundit dhe nga dosja e SPAK, por në bashkëpunim kuptohet me autoritetet italiane. Përshëndetje Sokol, cili ka qenë roli i ish efektivit antiterrorit? Ai në gjykat gjatë ditës sotme kishte refuzuar dhe nuk kishte pranuar se kishte komunikuar në Sky ECC. Përshëndetje Ertil, në fakt roli i tij ishte që të ndihmonte SPAK dhe Policinë e Shtetit që të administronte bisedat në Sky ECC apo në përgjimet dhe hetimet që po kryej nga në autoriteteve për zhbërjen pra e grupit në fjalë. Por me sa duket me kalimin e kohës ai ka vendosur pra që të kalojë në anën tjetër duke u bërë bashkëpunëtor për dhënien e informacioneve dhe po ashtu për të bërë pjesë pra e grupit kriminal të trafikut të drogës. Pavarësisht se në seancën e ditës së sotme ai ka refuzuar pra të jetë pjesë e Sky ECC, duke pretenduar se ishte përdorur emri i tij. Madje ka shkuar gjatë derisa ka thënë se është dekoruar edhe nga ana e autoriteteve italiane për punën që ka bërë pra si pjesë e policisë së shtetit. Megjithatë, SPAK ka dyshime të forta pra se ai ka qenë pjesë e grupit dhe ka nxjerrë informacione të shumta gjatë momenteve që i njëjti grup pra po hetohej në lidhje me trafikun e lëndëve narkotike nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Janë zbuluar pra biseda në Sky ECC, të cilat dyshohet se është pikërisht pra efektivi i policisë në atë kohë si OPG i operacionales, pra dhe aktualisht është në shpërndante informacione i shiste te grupet kriminale? Në fakt, në bisedat në Sky ECC, burimet bëjnë me dije, janë shfaqur një bisedë paktën që ai ka kryer me njërin prej personave që tashmë është shpallur në kërkim dhe konsiderohet si ndër më kryesorët, Denis Myftyu, duke bërë pra pazare për sa i përket dhënies së informacioneve. Por me sa duket, dyshohet se nuk është i vetmi pra që ka qenë bashkëpunëtor në polici, pasi në këto biseda ai i kërkon në total të paktën 15.000 euro, jo vetëm për vete, por edhe për 2 persona të tjerë. Çfarë dyshohet se mund të jenë miq të tij dhe pjesëtar të policisë së shtetit, të cilët mund të kenë patur pra bashkëpunim në dhënien e informacioneve në drejtim të Denis Myftyut. Ai ndër të tjera i thot dhe e informon se bashkë me anëtarë të tjerë të familjes janë tashmë në përgjim dhe duhet të kenë kujdes. Megjithatë, të njëjtat burime bëjnë me dije se në vijimësi pra të bisedeve ai thot se informacionet të tjera duhet me patjetër të paguante. Pra çdo informacion që ai dëshironte ta kishte në duar, pra flas për Denis Myftyn, duhet të paguante fillimisht efektivin e policisë dhe më pas ai t'i vinte pra në dispozicion çfarë do lloj informacioni që ai kishte dëshirë të dinte. Nga ana tjetër, përveç dhënies së informacioneve, duket se SPAK ka gjetur komunikime të shumta pra në Sky ECC, jo vetëm me Denis Myftyn, por edhe me persona të tjerë pra të gretit të grupit kriminal të drogës, ku fliste për trafikim të lëndëve narkotike, çfarë ka dyshime të forta sipas burimeve se edhe efektivi policisë pra ka qenë i përfshirë në trafikun e drogës. Këto biseda në disa raste nuk është se janë të provuara përmes provave pra me sjelljen e lëndëve narkotike apo në një farë mënyre nëse është realizuar sjellja dhe dërgimi i lëndës narkotike, por gjithsesi dyshimet janë të forta pasi bisedat janë të shumta në ngarkim të tij. Ndërkohë, hetimet e SPAK po shtrihen edhe për 2 kolegë të tjerë të cilët mund të jenë të përfshirë? Në fakt, hetimi është i zgjeruar, tashmë duket se SPAK ka krijuar patjetër një qasje më të plotë pra të bisedave që janë kryer nga ana e grupit kriminal, të paktën një prej personave i cili ka patur lidhje direkte me Denis Myftyn është një tjetër personazh pra i cili jeton aktualisht në Itali dhe bëhet fjalë për Sajmir Barotin. Ky i fundit me sa duket në Bergamo ka patur aktivitetin e tij, por kishte përveç trafikut të drogës rolin për dërgimin e parave në drejtim edhe të Zvicrës dhe nga Zvicra më pas në drejtim të Shqipërisë përmes një sistemi të njohur tashmë të hawalas. Është një sistem i cili kryesisht kryen transferta, por jo në mënyrë fizike. Pra, është pak a shumë i njëjtë si kompanitë të cilat janë të ligjshme për transfertat e parave, por sigurisht i paligjshëm dhe i paregjistruar.
Nga ana tjetër ka qenë një tjetër personazh në kryeqytet këtu pra në Tiranë, Ervis Feriza, i cili kishte mundur të krijonte lidhje të shumta me kompanitë të transfertave të parave në Zvicër dhe nga atje pra krijohej mundësia për kalimin e parave në drejtim të Shqipërisë, ku më pas patjetër që investoheshin në prona të shumta. Por, megjithatë, këta kompani pra për të kryer këtë transfer kishin një fitim prej 6% pra për sjelljen e parave të cilat konsideroheshin dhe konsiderohen para krimit të nxjerra pra nga aktiviteti i trafikut të lëndëve narkotike. Izi, këto biseda janë të vitit 2022? Bisedat janë të periudhës kur ka qenë pra gjatë kohës që efektivi i policisë Haxhiaj ka qenë pjesë e strukturës pra hetimore në operacionalin e policisë së shtetit, pikërisht për këtë grup. Dhe në momentet që ai duhet të kryente pra veprime hetimore dhe mbledhje të informacioneve kundër grupit, në fakt ka preferuar që këto informacione t'i shpërndajë dhe t'i ndajë me ta në këmbim pra patjetër të shumave të konsiderueshme të parave, që dyshohet se ai ka marrë bashkë me miq të tjerë efektiv apo jo policie. Kjo do të vlerësohet në vijim nga ana e hetimeve, të cilat do të zgjerohen në mënyrë të plot nga ana e hetuese. Faleminderit Sokol për gjitha këto detaje që na përcollen në këtë lidhje të drejtë për drejtë.